duhet t'i jepje këmbëve për të mbuluar fushatën. Niseshim në një qytet tjetër, në skajin tjetër të Shqipërisë, në 4 apo në 5 të mëngjesit për të mbuluar mitingjet e Nanos apo Berishës. Ne e preknim në terren atë se çfarë ndodhte në një miting apo në një fushat. E shikonim, pasqyronim, i jepnim detajet. Sot kjo pjesë realisht mungon. Sot është ndryshe, sot ty të vjen çdo gjë e gatshme. E ke në Facebookun e Edi Ramës, e ke në Facebookun e Sali Berishës. Pra, gazetari e ndjek nga zyra atë që ndodh në terren në një fushat elektorale. Kjo është forma që ata kontrollojnë gjithçka. Ne bëm përpjekjen e dëshpëruar për të patur kandidatët kryesor. Askush nuk pranoi, ata u përballën me gazetarët dhe me analistët dhe jo me njëri tjetrin. Pse dështon kjo përballje? Dështon sepse nuk kanë siguri për t'u përballur me programe, me platforma. Në Kosovë kandidatët ulen dhe ka debate. Kosova ka qenë model, por në zgjedhjet e fundit Albin Kurti u bë si Edi Rama, vendosi të bojkotonte debatet. Media ka humbur një pjesë të madhe të besimit qytetarëve dhe ka shumë akuza kundrejt gazetarëve. Janë në vështirësi vërtet të mëdha, jo vetëm gazetarët e terrenit, por edhe në studio televizive ku debatohet. Kushtet, realiteti, terreni, presioni i madh politik që u bëhet, u bën të pamundur edhe atyre që duan të jenë ndryshe. Sa e rrezikshme është kjo fame? Njerëzit nuk do të merren me gjën kryesore, nuk do të merren me fejtin.